Sot kemi mbi tryez një sër artikujsh mjekësor, manualet të detajuara pediatrike dhe shënime të grumbulluara rreth një teme që, të them të drejtën, shpesh keq kuptohet plotësisht. Po, dhe është një temë që preket çdo ditë në jetën reale, por rrallë diskutohet në këtë nivel detajesh. Sakt. Misioni i kësaj analize të thellë është të zbërthejmë bazat e ushqyerjes me gji nga ato ditët e para e deri në 6 muajt e jetës. Një dritare kohore shumë kritike, domethënë. Absolutisht. Por përpara se të thellojmë në të vënat shkencore rreth kolostrumit apo teknikave të kapjes së gjirit dhe gjithë mbështetjes emocionale, vlen të përmendet një paradoks i çuditshëm që del në pa nga këto burime. E ke fjalën për atë mitin e procesit natyral? Pikërisht atë. Zakonisht, kur flitet për procese biologjike natyrale, ekziston kjo lloj pritshmërie që ato thjesht do të ndodhin vetvetiu pa asnjë lloj përpjekjeje. Si për shembull, rrahjet e zemrës apo frymëvarja. E vërtet, askush nuk merr një manual udhëzues për të mbushur mushkrit me ajër. Po. Dhe për fakt të keq, ushqyerja me gji vendoset rëndom pikërisht në këtë kategori. Trajtohet si një instinkt i fshehur që duhet të zgjohet menjëherë sapo fëmia vjen në jetë. E vërteta është se ky krahasim me frymarrjen është thelbësisht i gabuar. Domethënë, krijon pritshmëri tërësisht jo reale. Pse thua kështu? Sepse frymarrja është një funksion tërësisht autonom i trupit, ndërsa ushqyerja me gji nga ana tjetër, po, është një proces plotësisht natyral, por nuk është një refleks i garantuar që funksionon në mënyrë të përsosur që në sekondën e parë. Domethënë, kërkon punë. Shumë punë, është një aftësi biologjike fituar, është fjalë për fjalë si një vallëzim i ri mekanik dhe hormonal që duhet të mësohet njëkohësisht nga 2 trupa të ndryshëm. Nga nëna dhe nga i porsalinduri. Pikërisht, të dy po mësojnë diçka të re nga e para, ndaj kërkohet shumë durim dhe patjetër mbështetje e duhur. Shiko, kjo kornizë e ndryshon plotësisht mënyrën se si duhet i qasemi materialeve tona sot. Pra, nuk do të flasim thjesht për idenë e ushqyerjes si transferim kalorish. Jo, as pak, është shumë më komplekse se kaq. Ne do ta trajtojmë atë si një ekosistem të plot, biologjik, emocional dhe familjar. Për ta nisur nga themeli, tekstet mjekësore përshkruajnë qumshtin e gjirit jo thjesht si ushqim, por si një substancë gjallë që ndryshon. Një lëng dinamik, po. Por ajo që më të tërhoqi vëmendjen absolute në burimet tona është faza e parë, ditët e para të jetës, ku trupi prodhon atë që quhet kolostrum. Një nga manualet e quan këtë substancë fjalë për fjalë një vaksinë natyrale. Dhe ku nuk është një egzagerim. Përcaktimi i vaksinë natyrale i përdorur në literaturë bazohet në mekanizmin specifik se si funksionon ky lëng. Të lutem, ma shpjego pak më gjerë, si funksionon? Tani, kolostrumi është i trash, ka një ngjyrë të verdhë të theksuar dhe prodhohet në sasi shumë të vogla, por është i mbushur me qeliza të bardha të gjakut. Dhe këto qeliza mbrojnë fëmijën? Po, dhe më e rëndësishmja, është plot me antitrupa, veçanërisht me atë që quhet imunoglobulina A sekretoreshe. Imunoglobulina A, do me thonë, ky është sekreti? Sakt. Mendoje kështu, kur një i porsalindur kalon nga mjedisi steril i barkut të nënës, në botën e jashtme e cila e dim është e mbushur me baktere dhe viruse, trakti i tij tretës është tërësisht i pambrojtur dhe poroz. Është i hapur ndaj çdo gjëje. Pikërisht, kjo imunoglobulina A në kolostrum hyn në sistemin e fëmijës dhe vesh fjalë për fjalë muret e stomakut dhe të zorrëve. Ua, si një lloj shtrese mbrojtëse. Si një shtres mbrojtëse fizike që bllokon kalimin e patogjenëve në gjak. Ky është një detaj vërtet magjepsës, sepse të ndihmon të vizualizosh një mur mbrojtës që po ndërtohet brenda trupit të bebes. Por, shiko, këtu më lind një pyetje logjike. Të dëgjoj? Një lloj shtytje e kundër asaj që mund të duket si një dizajn i zgjuar i natyrës. Nëse ky lëng është kaq jetik, aq thelbësor sa i mban larg infeksionet, pse atëherë trupi prodhon një sasi kaq mikroskopike? Është një pyetje shumë e shpeshtë në fakt. Sepse të jep përshtypjen që pikërisht në momentin kur fëmia është më i brisht dhe ka më shumë nevojë, sasia e ofruar është thjesht me pika. A nuk e lë kjo fëmijën të uritur? Sipërfaqësisht duket ashtu. Por një analizë më e thellë e fiziologjisë të porsalindurit e shpjegon këtë dukuri jo si një mungesë, por si një përshtatje inxhinierike gjeniale. Inxhinierike. Në çfarë kuptimi? Po ja.
Në ditën e parë të jetës, stomaku i një bebi është afërsisht sa madhësia e një qershie. Prit pak, sa një qershi? Vetëm aq? Vetëm aq. Ai ka një kapacitet prej vetëm 5 deri në 7 mililitra. Do me thënë është mikroskopik. Absolutisht. Tani, mendoje, nëse sistemi i nënës do të ofronte një vëllim masiv lëngjësh me një herë, ai stomak aq i vogël dhe sistemi i papjekur i veshkave nuk do të arrinin ta përpunonin dot. Do të ishte një mbingarkesë e rrezikshme. Ka shumë kuptim tani. Po, është i dizajnuar pikërisht për të përballuar këtë dritare kohore prej disa ditësh, pa pasur nevojë për volumet më dha kalorish nga jashtë. Do me thënë, natyra pas ka krijuar një ekuilibër perfekt. Një stomak i vogël kërkon një formulë shumë të përqendruar, pa e mbingarkuar sistemin. Saktësisht. Pra, mbijetesa në ditët e para nuk ka të bëjë fare me shtimin nga peshë të menjëhershëm, por me ndërtimin e kësaj mburoje imunitare. Jam i bindur që kjo qartëson shumë stresin e ditëve të para për çdo që kalon këtë fazë. Pa dyshim, heq një barë shumë të madhe kur e kupton që sasia nuk është problem. Tani, le të kalojmë te mekanika e vërtet, te ato sfidat fizike që burimet tona i theksojnë pa mas. Këtu flitet për praktikën e pozicionimit dhe të atij koncepti që në gjuhën mjekësore e gjejmë si latch, apo kapja e gjirit. Kapja e gjirit është fjalë për fjalë çelësi i suksesit. Tekstet përsërisin vazhdimisht një rregull të artë, që ushqyerja nuk duhet të shkaktojë dhimbje të padurueshme. Dhe ky është një rregull që duhet marrë shumë seriozisht. Dhimbja është një nga shkaqet kryesore pse ky rrugtim shpesh ndërpritet para kohe. Do me thënë, nuk është diçka që thjesht duhet shtrënguar dhëmbët dhe duruar. Absolutisht jo. Literatura mjekësore e thekson qartë se dhimbja therrse nuk është asnjëherë një efekt ansor. Normal, ajo është një alarm i sistemit nervor që tregon se anatomia e kapjes është e gabuar. Një alarm i kuq pra. Pikërisht, që një kapje apo ky laçi të funksionojë, goja e fëmijës duhet të hapet jashtëzakonisht shumë. Ashtu si kur bëjmë një zbardhje dhëmbësh te dentisti. Goja duhet marrë jo vetëm majën, por një sasi të madhe të indit përreth. Shiko, për të ilustruar pak këtë koncept të kapjes mekanike, më erdhi në mendje një analogji teksa lexoja materialet. Të dëgjoj. Ta mendojmë pak kështu, si puna e këpucëve. Nëse vesh një palë këpucë të reja dhe ato të vrasin shumë, problemi nuk është te vetë fakti ecjes, por te këpuca ose mënyra si e ke veshur. Apo akoma më mirë, një shembull tjetër. Po. Nëse dikush përpiqet të pijë një lëng të trash nga një kallam, por në vend që të thith lirshëm nga maja, e kafshon dhe e shtyp kallamin fort në mes me dhëmb. Një shembull vizual shumë i qartë. Çfarë ndodh? Lëngu nuk do të rrjedh. Energjia e shpenzuar do të jetë e kotë dhe vetë kallami do dëmtohet nga impresioni. Një kapje e çekët e gjirit ku fëmia thith vetëm majën, duket se funksionon pikërisht ashtu. Ky ilustrim përkon saktësisht me atë që ndodh në nivel anatomik. Vërtet? Po, kur kapja është e thellë, thitha pozicionohet thellë në gojën e fëmijës, aty ku ndodhet qelza e butë. Dhe qelza e butë nuk shkakton fërkim, besoj. Sakt, ajo është fleksibël, por kur kapja është e cekët, si ai kallami shtypur që theti, ajo shtypet kundër qelzës së fortë dhe mishrave të dhëmbëve të bebes. Ua, kjo tingëllon shumë e dhimbshme. Është një traumë që përsëritet mijëra herë në ditë. Prandaj burimet këshillojnë vazhdimisht që sapo të ndihet dhimbje e mpret, procesi duhet ndërprerë me kujdes dhe fëmia duhet të ripozicionohet. Të pa hezitim, domethënë, të fillohet nga e para. Fik. Është një proces i bazuar tek prova dhe gabimi, ku teknika përmirësohet gradualisht përmes përsëritjes. Kjo kërkon një durim të jashtëzakonshëm. Dhe pasi teknika e kapjes më në fund stabilizohet, lexojmë që prindërit përballen me një tjetër urdhres nga tekstet pediatrike. Një rregull që sinqerisht tingëllon paksa kontradiktor. Për cilin rregull bëhet fjalë? Ktu thuhet: mos ndiqni orën, ndiqni beben. Po, rregulli i kërkesës. Po. Do me thënë, jepen disa mesatare prej 2 deri në 3 orësh për vakt, por udhëzimi kryesor mbetet gjithmonë ushqyerja sipas kërkesës. Këtu me të vërtet duhet të ndalemi le ta analizojmë. Patjetër. Sepse nga jashtë, një qasje e tillë duket si një recetë për kaos total. Mund të duket ashtu, në pamje të parë. Si mund të funksionojë një shtëpi ose si mund të pushoj dikush qoftë edhe një orë, nëse jeta nuk ka asnjë orar të përcaktuar dhe gjithçka varet nga kërkesa tërësisht e paparashikueshme e një të porsalinduri. Pse mjekësia insiston në këtë mungesë orari?
Kjo është një pyetje shumë e drejtë. Arsyeja pse braktiset orari strikt është sepse ai bie ndesh me vetë motorin biologjik të prodhimit qumshtit. Me atë që quhet ligji i kërkesës dhe ofertës. Eksakt. Sistemi nuk funksionon si një depozit statike që thjesht rimbushet çdo 3 orë pavarësisht çdo gjëje. Nuk është një rezervuar uji. Po si funksionon atëherë? Funksionon si një fabrikë reaktive e drejtuar nga hormoni prolaktinës. Sa më shpesh dhe sa më plotësisht të zbrazet gjiri, aq më shumë sinjale dërgohen në trurin e nënës për të rritur nivelet e prolaktinës dhe për të përshpejtuar prodhimin. Do me thënë prodhon vetëm kur i kërkohet. Pikërisht. Dhe fëmijët kalojnë shpesh në faza të zhvillimit të shpejt apo hoverritjeje siç quhen. Gjatë këtyre ditëve ata mund të kërkojnë të ushqehen madje edhe çdo orë. Çdo orë. Po fakti që ata kërkojnë ushqim kaq shpesh, do më thënë që fëmia është i uritur se nuk ka qumësht të mjaftueshëm. Jo detyrimisht, këtu bëhet gabimi më i shpesht. Nuk do të thotë që ka mungesë momentale ushqimi, por ata po punojnë me instinkt për të rritur prodhimin për ditët në vijim. E kuptoj tani. Bebia praktikisht po dërgon kërkesa në fabrik për të kalibruar furizimin e së nesërmes? E the në mënyrë perfekte. Nëse imponohet një orar fiks artificial prej 3 orësh, i bie që të ignorohen këto kërkesa porosie dhe prodhimi nuk do t'i përshtatet kur nevojave reale të rritjes së fëmijës. Ky është një mekanizëm gjenial. Është dinamika e saktë. Orari strikt rrezikon vërtet të sabotojë volumin e prodhimit në një periudhë afatgjatë. Por, përveç rregullimit të sasisë, ka edhe një element tjetër biologjik shumë interesant këtu. Më trego. Përbërja e qumshtit ndryshon madje edhe gjatë një seance të vetme ushqyerjeje. Gjatë të njëjtit vakt. Po, fillon duke kaluar nga një qumësht më i pasur me ujë për të shuar etjen fillestare, drejt një qumshti shumë më të pasur me yndyrna në fund të vaktit, i cili siguron ngopjen. E pabesueshme. Për më tepër, hulumtimet sugjerojnë se kontakti i afërt rregullon vetë prodhimin e antitrupave. Kur fëmia dhe nëna janë në kontakt të vazhdueshëm, sistemi i nënës skanon fjalë për fjalë mjedisin bakterial rreth fëmijës. Skanon mjedisin. Dhe pastaj çfarë bën? Prodhon formula imunitare specifike për ato kushte të përditshme me të cilat po përballet fëmia aty për aty. Jam i mrekulluar. E gjithë kjo strukturë mbështetet thellësisht tek ideja se sa më afër dhe sa më të lidhur të jenë fizikisht, aq më mirë funksionon biologjia. Lidhja është thelbësore. Dhe kjo qasje na lidh natyrshëm besoj me një element tjetër që shkëlqen në materialet tona të referencës, komponentin emocional. Ndoshta pjesa më e bukur e këtij procesi. Shpesh ekziston tendenca për ta parë këtë proces thjesht si një transferim kalorish nga pika A në pikën B, siç e tham në fillim, por burimet zbulojnë diçka shumë më të thellë, rreth rëndësisë së kontaktit sy me sy dhe mbajtjes së një ambienti të qetë. Këtu ndodh diçka shumë e rëndësishme në nivel neurologjik apo jo? Ndodh një zhvillim kolosal, jo thjesht i rëndësishëm. Mendoje kështu, në 6 muajt e parë, truri fëmijës po dyfishohet në madhësi dhe po formon miliona lidhje të reja sinaptike çdo ditë. Miliona çdo ditë. Ushqyerja është aktiviteti më i shpesh që bën një porsalindur. Ndaj është pikërisht ai momenti kur truri po formon arkitekturën e tij bazë mbi marrëdhëniet dhe mbi jetesën. Domethënë ata po mësojnë se si funksionon bota gjatë atyre momenteve. Pikërisht, dhe diçka shumë interesante nga shkenca e vizionit të porsalindurve tregon se distanca e tyre e fokusit vizual është shumë e shkurtër, rreth 20 deri në 30 cm. Vetëm aq shohin qartë. Po, dhe kjo distancë nuk është as pak e rastishme. Është saktësisht distanca midis gjirit dhe fytyrës së nënës. Fëmijët janë të programuar gjenetikisht të kërkojnë atë fytyrë ndërsa ushqehen. Është fjalë për fjalë një distancë e inxhinierizuar për të krijuar intimitet. Për të krijuar një lidhje që i mbijeton gjithçkaje. Pra ne nuk po mbushim thjesht një makinë me karburant, ky kontakt i përsëritur sy me sy, i shoqëruar me zërin e butë dhe ritmin e rrahjeve të zemrës që fëmia i njeh aq mirë nga periudha brenda barkut, po i mëson sistemit nervor një mësim thelbësor. Po i tregon se është i sigurt. Po i thotë që kjo botë e re nuk është e rrezikshme. Nivelet e kortizolit bien, stresi zhduket dhe truri mund t'i kushtoj gjithë energjinë e tij rritjes fizike dhe mendore pa u shqetësuar për mbijetesën. Dhe nuk është vetëm fëmia që përfiton këto. Jo vetëm që bien nivelet e kortizolit të fëmia, por në të njëjtën kohë ndodh një stuhi hormonale mahnitse te nëna.
Çfarë ndodh saktësisht te nëna? Hormoni kryesor i përfshirë në lirimin e qumshtit është oksitocina, që njihet ndryshe edhe si hormoni i lidhjes apo hormoni i dashurisë. Kam dëgjuar për të, po. Kon aty në sy dhe dëgjon frymëmarrjen e tij, truri i saj lëshon një sasi të madhe oksitocine. Ky hormon bën që muskujt e vegjël rreth gjendrave të qumshtit të kontraktohen duke shtyrë qumshtin jashtë. Si quhet ky proces në terma teknik? Kjo quhet refleksi i lëshimit. Kështu që qetësia dhe lidhja emocionale nuk janë thjesht një shtojse bukur romaneske. Nuk janë thjesht një luks. As pak. Ato janë një mekanizëm thelbësor fizik pa të cilin transferimi i qumshtit vështirësohet jashtëzakonisht shumë. Pra, biologjia nuk funksionon siç duhet nëse mungon lidhja emocionale dhe qetësia. Me pak fjalë po. Por le të zbresim pak me këmbë në tokë tani, sepse duhet të përballemi edhe me atë anën tjetër, atë anën e errët që dokumentohet fort në literaturë. Është një aspekt që nuk mund të injorohet. Pikërisht sepse ky proces është një investim kaq total i energjisë, i gjumët munguar dhe një kërkesë trupore e vazhdueshme, ai ndonjëherë arrin në një pikë ku bëhet fjalë për fjalë raskapitës. Dhe aty fillon të thyet zinxhiri. Dhimbja e fillimit, nëse nuk kapet siç duhet, e kombinuar me atë pasigurinë torturuese nëse fëmia po ngopet apo jo, mund të gjenerojë një nivel stresi që duket i pakapërcyeshëm. Materialet tregojnë se kjo është faza ku shfaqet një nga sfidat më të mëdha, heqja dorë nga mungesa mbështetjes. E vërtet, kjo është faza më kritike. Literatura nxjerr në pa një të vërtet mjaft e hidhur në fakt. Shumica dërmuese e ndërprerjeve të hershme nuk ndodhin për shkak të ndonjë defekti real fiziologjik apo pamundësia biologjike për të prodhuar. Po se ndodhin atëherë? Ato ndodhin sepse niveli i izolimit, i lodhjes ekstreme dhe i stresit mendor thjesht përmbyt aftësinë e trupit për të funksionuar. Të ushqish me gjinjë një fëmijë kërkon një sasi masive energjie shtesë nga trupi. Sa masive? Për çfarë numrash bëhet fjalë? Është e barabartë me kaloritë që do të digjeshin gjatë një ecje të gjatë e të lodhshme çdo ditë, e kombinuar me mungesë gjumi. Çdo ditë? Kjo është një maraton e vërtet. Pikërisht, kur i shtohet kësaj mungesa kronike e gjumit dhe stresit, trupi fillon të hyjë në një gjendje alarmi, në një gjendje mbijetese, duke prodhuar sasi të larta adrenaline dhe kortizoli. Dhe kjo kthehet pastaj kundër procesit. Thelbësorja këtu është që stresi dhe adrenalina bllokojnë drejt për drejt lirimin e oksitocinës, Që është ai hormoni i lëshimit që përmendëm më parë. Kjo lidhje e tregon qartë se stresi është një armik fizik i drejt për drejt i gjithë procesit, sepse ndalon mekanizmin e funksionimit të gjirit. Nëse je stresuar, qumshti nuk rrjedh, është kaq e thjeshtë. Dhe kjo na sill në një nga aspektet më revolucionare të trajtuara në burimet tona sot. Si ta luftojmë këtë stres, domethënë? Pikërisht, zgjidhja që jepet për këtë krizë nuk e vendos barrën përsëri tek nëna, domethënë duke i thënë thjesht përpiqu më shumë ose qetësohu. Ato fjalë në fakt vetëm sa shtojnë stresin. Sakt. Përkundazi, ai e nxjerr këtë proces nga perceptimi i një misioni të izoluar e vetmitar dhe e kthen në një sistem të vërtet, si thuash e kthen në një sport skuadre. Po, më pëlqen kjo analogjia e sportit skuadrës. Roli i partnerit, pra roli i babait, vjen në qendër të vëmendjes jo si një spektator pasiv, por si një element tërësisht vendimtar. Qasja bashkëkohore e trajton partnerin si mburojën e jashtme të këtij ekosistemi, duke u nisur nga ai mekanizmi që sapo shpjeguam që stresi bllokon lirimin e oksitocinës, detyra kryesore e babait apo partnerit është të minimizojë çdo burim stresi. Të jetë filtri mbrojtës i shtëpisë. Absolutisht, dhe kjo nuk do të thotë thjesht të jepet zemër me fjalë. Bëhet fjalë për një ndërhyrje shumë praktike dhe të vazhdueshme. Si për shembull, çfarë mund të bëj konkretisht? Për shembull, të ndërroj pelenat përpara ushqerjes që bebi të jetë gati, të sjell bebin me kujdes, pastaj të ofroj një gotë ujë apo ushqim për të mbajtur lart energjinë e trupit të nënës. Sepse tham që është si të ecësh me orë të tëra çdo ditë. Tamam ashtu, plus të mbahet ambienti rrethues i sigurt e i heshtur. Çdo herë që partneri merr përsipër këtë përgjegjësi, ai po ndihmon drejt për drejt në uljen e ngarkesës mendore. Domethënë po krijon kushtet biologjike të duhura. Po krijon kushtet hormonale optimale që trupi i nënës të funksionojë siç duhet. Ai po ushqen fëmijën në mënyrë indirekte.
Shiko, kjo është një perspektivë jashtëzakonisht fuqizuese. Është një ndryshim paradigme i vërtet. Ai që fjalë për fjalë sjell gotën e ujit, i flet bebes që të gromësijej tas vaktit, apo përgatit dhomën duke zbehur dritat, është thelbësor në ushqyerjen e fëmijës, ashtu si edhe vetë qumshti. Të dy rolet janë po aq të rëndësishme për suksesin afatgjat. Do me thonë, suksesi në 6 muajt e parë është një fitore e përbashkët e këtij ekosistemi dysh. Puna në ekip shmang atë ndjenjen dërmuese të vetmisë, sidomos në orën 3 të mëngjesit, kur gjithçka duket e zymt. Ora 3 e mëngjesit është gjithmonë pika e thyerjes për shumë prindër. Dhe i jep trupit kohën e nevojshme për të shëruar dhe adaptuar pa e ndërprer procesin. Kjo pasqyrë gjerë mbështetëse tregon sepse mjekët këmbgulin që kërkimi i ndihmës është një mjet praktik zgjidhjeje dhe jo një shenjë dobësie. E vërtet, dhe dua të shtoj që ky investim fillestar, përtej kapërcimit të lodhjes aty për aty, sjell përfitime që zgjasin fjalë për fjalë një jetë të tërë. Si për shembull, Nga zhvillimi i sistemit të fortë imunitar të bebes përmes atyre antitrupave specifik që përmendëm. Pastaj, rritja dhe zhvillimi i sigurt të kognitivi ndërtuar mbi bazën e kontaktit fizik dhe deri te krijimi i një lidhje besimi të pathyeshme familjare. domethënë ato vështirësitë mekanike, dhimbjet e fillimit, e gjitha ja vlen. Vështirësitë mekanike të ditëve të para, si ai pozicionimi, kapja e thellë apo lodhja e hoveve të rritjes kur oraret nuk ekzistojnë fare, me kalimin e kohës stabilizohen, shndrohen në një rutinë natyrale dhe pa dhimbje. Praktika shpërblehet gjithmonë kur shoqërohen nga struktura e duhur e mbështetjes. Kështu arrim ngadalë në përfundimin e këtij udhtimi të detajuar përmes të dhënave, duke parë se si një detaj mikroskopik si imunoglobulina e kolostrumit e deri te rregullimi i dritës në dhomë nga partneri lidhen të gjitha një zinxhir të vetëm të rritjes njerëzore. Është një zinxhir e mrekullueshëm jeta në fakt. Por shiko, ka një mendim të fundit këtu, që të lë hapësirë për të reflektuar edhe më thellë mbi atë se çfarë po ndodh vërtet pas gjithë këtij mundi. Diçka që nuk e kemi përmendur? Diçka që e diskutuam, por ka një kënd tjetër. Gjatë analizës u theksua shumë ai parimi i heqjes dorë nga orari. Mos ndiq orën, ndiq beben. Kjo kërkon që prindrit të stërvisin syt dhe mendjen për të lexuar sinjale jo verbale shumë të vogla. Po, sinjalet e urisë. Si hapja e gojës, rrotullimi i kokës drejt gjirit, apo lëvizje e duarve për të kuptuar urrëtitjen shumë kohë përpara se të fillojë qara e dëshpëruara. Është vërtet një vëzhgim jashtëzakonisht i detajuar i një qenie njerëzore që ende nuk flet. Dhe ja ku qëndron ai mendimi im. Po sikur ky trajnim intensiv vigjilence në muajt e parë, e gjithë kjo kërkesë e vazhdueshme biologjike për t'i kushtuar vëmendje maksimale detajeve dhe komunikimit jo fjalor, të jetë në fakt përgatitja më e madhe e fshehur që i bëhet një prindi. Një lloj shkolle prindërimi para kohe. Pikërisht. Nëse kjo aftësi perfeksionohet përmes ushqyerjes pa orar, si do të shërbej ky nivel i lartë vëmendjeje më vonë? Për shembull, sa të përgatitur do të jenë këta prindër për të lexuar po aq saktë dhe me intuit sinjale të tjera jashtëzakonisht sfiduese të fëmijës në të ardhmen. Si për shembull shenjat e mingarkesës emocionale kur rriten pak? Ose të lodhjes ekstreme, përpara se ato të kthehen në të qarat të pandalshme. Ky është një këndvështrim fantastik. Duket sikur kjo fazë nuk ka thjesht funksionin e ushqyerjes së trupit voglushit, por funksionon edhe si një trajnim i thellë psikologjik për vetë rolin afatgjat të prindërimit, dhe ky është padyshim një reflektim që mbetet për t'u menduar e vëzhguar në vimësi. Jam e sigurt që çdo prind që na dëgjon do ta gjejë veten te ky reflektim. Këtu e përfundojmë eksplorimin e sotëm të materialeve tona, me shpresën se ky vështrim i thellë mbi biologjinë, mekanikën dhe mbështetjen familjare ka hedhur dritë mbi kompleksitetin e vërtet, por edhe bukurinë e padiskutueshme të kësaj faze kaq thelbësore. Faleminderit për praninë dhe dëshirën e vazhdueshme për t'u thelluar e për të kuptuar gjërat shumë përtej sipërfaqes.